Përshëndetje të dashur miq. Sot do të flasim për morrat, si t'i zhdukim ato me sa më pak kimikate. Ka dy metoda. Metoda e parë është të përdorim shampo kundra morrave dhe një krër me dhëmbëzat e imta. Metoda e dytë është vetëm krëri me dhëmbëzat e imta. Në fakt të dyja metodat bëjnë të njëjtin gjë, thjesht shampoja e përshpejton pak zhdukjen e tyre. Si duhet vepruar? Duhet t'i krehni flokët për ditë me krër me dhëmbëzat e imta, në mënyrë që të zhdukni si morrat, ashtu dhe thrijat. Për t'i krehur flokët, për ta ndihmuar procesin, mund të përdorni pak balsam, sepse ndonjëherë është pak e vështirë dhe e dhimbshme krehja e flokëve, sidomos te vajzat e vogla që kanë flokët e gjata. Duhet të keni durim dhe procesin ta bëni mbi një copë të bardhë apo mbi një letër të bardhë, derisa të shihni që nuk ka asgjë më që del nga flokët tuaja apo të fëmijëve tuaj. Suksese!